Gjirokastra, pas investimeve të kryera vitet e fundit nga 6.000 turist në vit që e vizitonin para 2013-ës, vitin e kaluar arriti në 600.000, kështu deklaroi sot kryeministri Njeherazi, kreu i Partisë Socialiste Edi Rama, në një takim në Gjirokastër për prezantimin e arritjeve kyçe për sektorët më të rëndësishëm dhe sfidat e Shqipërisë 2030 në BE. Rama u ndal tek investimet dhe projektet infrastrukturore që ka përfituar qarku i Gjirokastrës në këto vite, të cilat kapnin vlerën e 108 milion eurove, duke i shërbyer jo vetëm rritjes së numrit të turizmit, por po ndikojnë direkt në xhepat e qytetarëve. Në rrugë të asfaltuara dhe rrugë të bardha në qarkun e Gjirokastrës, kemi krijuar akses duke investuar në 331 kilometra. Janë 108 milion euro të investuara për 95 projekte. Janë 10.3 milion euro për 52 projekte që kanë sjell transformime të rëndësishme si i keni parë vetë në Gjirokastër, në Përmet, në Tepelen, në Lipohov, në Këlqyr, edhe në Dropull patjetër, edhe në Memalje. Këtu jemi tek turizmi mjedisi zonat e mbrojtura për të bërë bashk 17 milion euro për turizëm mjedis dhe zonat mbrojtura. Përpara se ne të merrim detyrën, nuk ka bërë vaki të investohen shumë e tillë për turizëm, për mjedis dhe për zonat mbrojtura. Këtu jemi tek një tjetër pikë ujësjellësat. E vërteta është që në të gjitha qarqet është investuar në ujësjellës kanalizime më shumë se në të gjitha qeveritë të marra së bashku. Volumi investimeve që kemi bërë ne për ujin e pishëm është i pakrahasueshëm me gjithë çka kanë bërë tjerët bashkë. 35 milion euro vetëm në qarkun e Gjirokastrës. Energjia, ju e dini shumë mirë çfarë problematike ka pas. Dhe kemi investuar gati 90 milion euro për të përmirësuar shpërndarjen e energjisë dhe për të rritur cilësinë. Tek bujqësia janë 27 milion euro mbështetje për bujqësinë, ku hyn agroturizmat, agropërpunimi e kështu me radhë. Tek arsimi dhe sporti në qarkun e Gjirokastrës që kanë marrë 12 milion euro për 35 projekte. Tek shëndetësia dhe kujdesi social, ku hyn qendrat shëndetësore, janë 8 milion euro dhe ju e dini mirë se si kanë ndryshuar qendrat shëndetësore. Shikoni sa ka marrë vetëm për kulturën në qarkun e Gjirokastrës. 25 milion euro. Që të gjesh 25 milion euro t'i bësh bashkë për kulturën në qarkun e Gjirokastrës, duhet hikësh shumë larg edhe duhet mbledhësh gjithë festivalet folklorike që bëheshin përpara. Dhe prap unë them që nuk arrihen 25 milion euro. Kjo është e përgjithshmja dhe në një dekadë, me të gjitha vështirësitë që kemi pasur, për qarkun e Gjirokastër kemi realizuar 475 projekte dhe kemi investuar 331 milion euro. Tani më është shumë e qartë se si dhe pse deri në fund kësaj dekade niveli ekonomisë vendore në këtë qark do të rritet në mënyrë të ndjeshme. Është shumë e qartë sepse nga një anë turizmi, nga ana tjetër zhvillimi i agroturizmit, nga ana tjetër agropërpunimi për cilin ne do vendosim mbështetje të veçanta. Paketa e maleve, e cila është për gjitha malet, nuk është vetëm për veriun, do t'i japi një dorë shumë të mirë, sidomos zonave më të thella. Rama foli edhe për aeroportin sezonal të Gjirokastrës, ku sipas tij brenda 2030-s do të ketë fluturimet e para turistike. Aeroporti i Gjirokastrës sot është një aeroport funksional për aktivitetet sportive. Ka rezultuar që të jetë pika më ideale për të bërë atë aeroportin turistik të jugut. Koncepti i përgjithshëm është gati dhe ne kemi shumë besim sepse nuk është një aeroport i madh si Vlora, është një aeroport sezonal, turistik e qartë. Dhe kemi shumë besim që në Shqipërinë 2030 do të ketë fluturime që ulen dhe ngrihen nga aeroporti Gjirokastrës.